Iftari, momenti i bekuar i çeljes së agjërimit. Kur dielli perëndon dhe horizonti fillon të zbehet, zemra e besimtarit ndjen një lehtësim të veçantë. Është momenti i iftarit. Një nga çastet më të bukura dhe më të bekuara të ditës në muajin e Ramazanit. Nuk është thjesht një moment për të ngrënë dhe pirë, por është një moment adhurimi, falënderimi dhe afërsie me Allahun. Agjëruesi ka kaluar orë të tëra në durim, duke lënë ushqimin, pijen edhe dëshirat e tij vetëm për hir të Allahut. Dhe tani në këtë moment të shenjtë, ai shpërblehet me një kënaqësi të dyfisht. Profeti Muhammed a.s. ka thënë: agjëruesi ka dy gëzime, një kur çel iftarin dhe një kur do të takohet me Zotin e tij. Ky hadith na kujton se iftari nuk është vetëm një kënaqësi fizike, por një gëzim shpirtëror që lidhet drejt për drejt me kënaqësinë e Allahut. Nxitimi në çeljen e iftarit. Një nga sunetet më të rëndësishme është që iftari të çelet menjëherë sapo të perëndojë dielli, pa vonesë. Profeti a.s. ka thënë: njerëzit do të jenë në mirësi përderisa e shpejtojnë çeljen e iftarit. Kjo tregon se vonesa e qëllimshme nuk është e preferuar. Islami është fe e natyrës së pastër dhe nuk kërkon që njeriu ta mundojë veten përtej asaj që është urdhëruar. Në atë moment, agjëruesi duhet të ndalojë, të kujtojë Allahun edhe të bëjë dua, sepse është një nga momentet kur lutjet pranohen. Profeti a.s. ka thënë: lutja e agjëruesit në momentin e iftarit nuk refuzohet. Imagjinoni, pas një dite të gjatë durimi, Allahu hap dyert e mëshirës së tij dhe dëgjon lutjen tuaj. Si e çelte iftarin profeti. Tradita e profetit a.s. ishte e thjeshtë, e pastër dhe plot bekim. Ai e çelte iftarin me hurma të freskëta. Nëse nuk kishte hurma të freskëta, ai përdorte hurma të thata. Edhe nëse nuk kishte hurma, ai pinte disa glënka uji. Kjo nuk ishte rastësi. Hurmat janë një ushqim i pasur me sheqerna natyrale, të cilat përthithen shpejt nga trupi edhe i japin energji menjëherë pas agjërimit. Uji nga ana tjetër rikthen hidratimin dhe përgatit trupin për ushqimin që vjen më pas. Ky është një shembull i mrekullueshëm i harmonisë midis udhëzimit hynor dhe urtësisë fizike. Pas çeljes së iftarit, profeti a.s. bënte këtë dua të njohur: etja u shua, damarët u lagën dhe shpërblimi është siguruar nëse Allahu do. Çfarë është e pëlqyeshme në iftar? Një nga gjërat më të dashura tek Allahu është moderimi. Iftari nuk duhet të jetë momenti i teprimit dhe mbi ngarkesës. Qëllimi nuk është të kompensohet e gjithë dita me tepri, por të ushqehet trupi me mirënjohje dhe përmbajtje. Allahu thot në Kur'an: hani dhe pini, por mos e teproni. Vërtet ai nuk i do ata që e teprojnë. Iftari duhet të fillojë me diçka të lehtë, hurma dhe ujë, pastaj namazi i akşamit dhe më pas ushqimi kryesor. Kjo është mënyra më e shëndetshme dhe më e bekuar. Gjithashtu është shumë e preferuar që besimtari të ndajë iftarin me të tjerët. Profeti a.s. ka thënë: kush i jep iftar një agjëruesi, do të ketë shpërblim si ai, pa ju paksuar atij asgjë. Një urme dhënë me sinqeritet, një gotë ujë, mund të bëhet shkak për shpërblime të mëdha tek Allahu. Iftari, moment mirënjohje,
jo vetëm ushqimi. Iftari është moment reflektimi. Është moment kur njeriu kupton sa e madhe është dhurata e ujit, sa e madhe është dhurata e ushqimit. Gjëra që ndoshta i merrte si të mirëqëna gjatë vitit, tani bëhen bekime të çmuara. Ai është gjithashtu moment bashkimi familjar. Familjet mblidhen rreth sofrës, zemrat afrohen dhe atmosfera mbushet me paqe. Por mbi të gjitha, iftari është moment falënderimi ndaj Allahut, sepse ai ishte që të dha forcë për ta agjëruar. Ai ishte që të dha ushqimin për të çelur iftarin, dhe ai është që premton shpërblimin për durimin tënd. Çdo iftar është një dhuratë, një kujtesë se Allahu është mëshirues, furnizues edhe falës. Çele iftarin me përmendjen e Allahut, çele iftarin me mirënjohje, çele iftarin me zemër të pastër, sepse nuk është vetëm stomaku që çel agjërimin, është shpirti që afrohet më shumë me Zotin e tij. Dhe ndoshta në një nga këto mbrëmje të Ramazanit, një dua e bërë në heshtje gjatë iftarit do të ndryshojë përgjithmonë jetën tënde.